Pjesa më e madhe e ndryshimit I cili është vendosur në tunelin e ujit të ftohtë ka dalë tashmë jashtë funksionit, siç mund të konfirmohet edhe nga pamjet në ekran. Shumë prej llambave ndriçuese të cilat janë vendosur në brendësi të tunelit historik të Vlorës janë djegur totalisht. Kjo situatë nuk është konstatuar ditët e fundit, por ka e tillë prej disa muajsh, teksa sa më tepër që muajt kalojnë, aq më shumë shtohet numri llambave ndriçuese, të cilat dalin jashtë funksionit. Tuneli prej muajsh tashmë mbetet me ndryshim rrugor të cunguar, ku në shumë pjesë të tij ndryshimi mungon, duke ja lënë vendin e errësirës. Po flasim këtu për një ambient sigurisht të mbyllur, ku ndryshimi rrugor duhet të jetë I plot në të gjithë gjatësinë e tij. Gjithashtu për një nga pjesët e rrugës, e cila ka frekuentimin më të lartë të automjeteve, ku ndryshimi është tepër I nevojshëm. Problematika që haset është pikërisht përgjatë mbrëmjes, ku në mungesë të ndryshimit apo edhe me ndryshim rrugor të sunguar, në shumë pjesë ky tunel zhytet në errësirë, duke bërë që ai të kthehet në burim aksidenti për shkak edhe të mungesës së ndryshimit rrugor. Por tek tuneli në ujin e ftohtë, pre dëmtimeve kanë rënë edhe barierat anësore. Pjesët anësore prej ekuri, të cilat mbrojnë trotuarin e kalimtarëve, janë dëmtuar prej shumë kohësh. Dëmtimi I barierave prej ekuri është shkaktuar si rrjedhoj automjeteve, të cilat lëvizin me shpejtësi në brendësi të tunelit dhe në mungesë të ndryshimit në errësirë përplasen më pas me barierat anësore të ekurit, duke bërë që mbrojtëset e krijuara për këmbësorët për vendin se ku mund të kalojnë këta të fundit të dëmtohen dhe të rrezikojnë tashmë të përfundojnë për tokë. Gjithashtu, pjesë e dëmtimeve janë edhe llamba ndriçuese, të cilat janë në pjesën e shëtitores në krah të tunelit në ujin e ftohtë. Llamba ndriçuese këto që kanë dalë jashtë funksionit si rrjedhoje papërgjegjshmërisë qytetare. Persona të pa identifikuar I kanë thyer këto të fundit me gur, sende të forta, duke bërë që mos të punojnë më. Janë me dhjetra të tilla që janë thyer përgjatë shëtitores në tunelin në ujin e ftohtë, duke bërë që kjo shëtitore të humbazë ndryshimin rrugor dhe të zhytet në errësirë përgjatë mbrëmjes.